Shkarkimi nga puna i mbetur në tentativë një nënpunëseje të OSHE-s në Fier, nxjerr në pa përplasjen vendore me socialistëve të kryeministrit Edi Rama dhe socialdemokratëve të Tom Doshit, të cilët ankohen se po u bëhet presion për t'i larguar nga gara e 11 majit. Kur u thirr në zyra qendrore të OSHE-s në Tiranë më 27 mars, Klortiana Skënderaj nuk e priste që t'i komunikojë shkarkimin nga detyra pas 11 vitesh punë pranë grupit të kompanive publike që menaxhojnë sistemin e shpërndarjes dhe faturimit të energjisë elektrike. Urdhri u komunikua verbalisht. Jam ndjerë e lënduar, tha Klortiana, ndërsa kujtoi se motivacioni i dhënë ishte për shkeljet e etikës në punë. Bashkëshorti i saj, Ylli Skënderaj dhe e bia janë kandidat për deputet për Partinë Socialdemokrate të Tom Doshit në qarkun Fier për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ylli pretendon se largimi i bashkëshortes nga puna ishte një formë presioni që ai të largojë nga gara. Kjo është hakmarrje, presion që unë të hiq dorë nga kandidimi, tha ai, pasi dorëzoi një kallëzim në SPAK për krime zgjedhore, i cili është deleguar për kompetencë në prokurorinë e Fierit. E pyetur nga Bier nëpërmjet një zëdhënësi, OSHE mohoi se e kishte larguar Skënderaj nga puna. Megjithatë, ky nuk është rasti i vetëm kur kandidat të Partisë Socialdemokrate në qarkun Fier, të cilët janë punonjës të administratës, u bëhet presion që të largohen nga gara për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Gjithashtu, këto akuza duket se janë pjesë e një përplasje më të madhe në nivel vendor midis dy partive aleate, e cila ka marrë jetë në Këshillin Bashkiak, ku këshilltarët e PSD-s kanë bojkotuar për disa muaj dhe kanë abstenuar në votën për buxhetin e vitit 2025. Megjithatë, Antoneta Çuni, kryetare e Këshillit Bashkiak Fier, e mohoi përplasjen. Nuk ka asnjë përplasje, nuk është e vërtet, tha ajo. Nuk kanë votuar asnjëherë kundër antarët e PSD-s, shtoi Çuni. Kandidatët e PS-s ankohen për presione. Sipas neni 325 të Kodit Penal, pengimi me anë të kanosjes, dhunës apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve zgjedhore apo i kandidatëve për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin gjatë fushatës zgjedhore, dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet. Përveç Skënderajt, edhe dy kandidatë të tjerë të PSD-s në zgjedhjet e 11 majit u ankuan se janë përballur me kërkesa për dhënë dorëheqje nga puna, menjëherë pas njoftimit të kandidimit. Limonera Bozha, specialiste në Al Petrol dhe Tetem Hasimaj, infermier në Spitalin e Ballçit, thanë se u është kërkuar të japin dorëheqje nga vendi i punës, megjithëse fushata ende nuk ka filluar zyrtarisht. Hasimajt madje u bë me dije se e pezulloi nga detyra me justifikimin se kandidimi i tij cënonte kodin zgjedhor. Vendimi arsyetohet në mënyrë të çuditshme sipas për të ndaluar përdorimin e burimeve publike në fushat zgjedhore. Ndërkohë ndaj Bozhës, Al Petrol ka ngritur komision disiplinor. Ylli Skënderaj mbetet gjithashtu i bindur se familja e tij po targetohet për shkak të kandidimit në zgjedhje. Antarët e PSD thonë se kanë kohë që përballen me presione të ngjashme në nivel vendor. Më herët disa antarë të Këshillit Bashkiak të kësaj force u detyruan të jepnin dorëheqje nga mandati me justifikimin se ai binte ndesh me postin e nënpunësit publik që mbanin. Madje Ralt Majushi, i cili mban një post nënpunësi në Këshillin e Qarkut, e dokumentoi presionin për vendin e punës edhe në letrën e dorëheqjes nga Këshilli për plasje PS-PSD në Këshillin Bashkiak. Prej zgjedhjeve të vitit 2021 me socialistëve dhe PSD-s së Tom Doshit, një biznesmen i pasur i shpallur në ngrata nga SBA për përfshirje në korrupsion, ekziston një koalicion i heshtur. Doshi mori kontrollin e PSD-s pasi u shtrëngua të largohej nga Partia Socialiste, por duket se lidhjet mbeten të forta. Për 4 vjet me radhë, 3 deputetë të PSD në parlament votuan në të njëjtën linjë me Partinë Socialiste, ndërsa PSD ishte një prej faktorëve kyç të fitores së socialistëve në zgjedhjet vendore të vitit 2023 në Bashkinë e Shkodrës. Por uniteti midis dy partive në parlament nuk është reflektuar aq shumë në Fier, një nga qarqet me numrin më të madh të deputetëve, ku socialistët kanë dominuar me rreth 60% të votave, të prej mbi një viti. Ka një konflikt të hapur mes këshilltarëve të bashkisë nga PSD dhe atyre socialistë. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në fillim të shtatorit 2024, kartonave të opozitës kundër vendimeve të shumicës socialiste u bashkuan edhe 5 të tjerë nga grupi i PSD-s. Ndërkohë, përpara mbledhjes së muajit shtator, këshilltarët e PSD kishin bojkotuar mbledhjet për 5 muaj në shenjë proteste për atë që i quajtën mospërmbushje e kërkesave të këshilltarëve të PSD Fier nga ana e administratës së bashkisë. Në faqen zyrtare të PSD-s në Fier në Facebook, postimi që deklaronte bojkotin mban datën 30 prill 2024. Në shtator 2024, socialdemokratët u rikthyen në Këshill, por ata kundërshtuan dhe debatuan fort për projekt vendimet e paraqitura nga administrata e Bashkisë Fier. Diskutimet dhe debatet e këshilltarëve socialdemokrat u shoqëruan edhe me vot kundër, ndërsa në mbledhjen e fundit të vitit 2024, pasi kritikuan ashpër drejtuesit vendor, ata abstenuan në votën për buxhetin e vitit 2025. Në vijim gjatë muajve janar dhe shkurt,
Këshilltarët e PSD votuan kundër mazhorancës, madje ankimuan në prefekturë disa vendime në mbledhjet e Këshillit. Antarët e kësaj force politike nuk e fshehin se janë në konflikt me Partinë Socialiste. Lorita Gjini, këshilltare e PSD-s në Këshillin Bashkiak të Fierit, thotë se kriza ka nisur prej kohësh dhe fajson për këtë ambicjet personale të drejtuesve socialistë të qarkut. Sipas saj, vendimarrja e PSD-s lokale ka gjetur mbështetje edhe në qendër, prej nga u është thënë se bashkëpunimi me PS-n nuk prevalon mbi integritetin dhe përgjegjësinë që socialdemokratët kanë ndaj qytetarëve. Përndryshe, antarët e Partisë Socialiste dhe Këshillin Bashkiak ngulën se përplasje nuk ishte. Edhe Melsi Bogdani, këshilltari i PS-s në Fier, përpoq të shmang diskutimin për një konflikt të mundshëm PS-PSD, por ai pranoi se në mbledhjen e 27 dhjetorit ka patur debate të forta në Këshill, ku socialdemokratët kundërshtuan buxhetin, shkruan Birn. E vërtetë është se në mbledhjen e dhjetorit, kur do të miratoj buxheti 2024-s, grupi socialdemokrat kundërshtoi dhe debatoi fuqishëm, tha Bogdani, por nuk e di nëse votuan kundër apo abstenuan, sepse nuk u interesova më pas, dëgjova nga kryetaria miratohet, shtoi Bogdani, duke u referuar shumicës socialiste, e cila përbën 60% të mandateve të Këshillit.